për çështjen e ujësjellësit. Infrastruktura në ujësjellës është thuja se e përfunduar në të gjitha fshatrat. Kemi pas, nuk mundemi me thonë që s'kemi pas problem, se sidomos 2 vitet e fundit në zonën urbane kemi pas problem të jashtëzakonshëm për furnizimin e ujit. Edhe në disa fshatra, dhe në fshatrin ku vijon lagjën time ka mungesë të ujit, përkundër që është në menaxhimin e bifurkacionit. Siç e dini ju, nuk është vetëm për komunën e Kaçanikut, për të gjitha komunat. As nuk po duhet me luajtur rolin e viktimës, mirë po menaxhimin e kanë kompanitë, të cilat janë tashmë kanë kalu regionale, po që janë domethënë me që i japin llogaritë qeverisë, apo që kanë domethënë edhe bordin qeveritar, dhe këtu nuk kemi aksione as Ferizaj, as në komunë. Janë direkt me një vendim të vitit 2018 nëse zgaboj, ju kanë bërë, po, e ujit, du me të gjumë. Te çështja e ujësjesit, na gjatë këtij mandati kemi investuar diku në afër 400.000 eurove ujë, në infrastrukturë dhe në shtimin e burimeve të ujit, mirë po në bazë të gjitha sasisë të prodhuar të ujit, edhe në bazë të ekspertave uji ka mjaftueshëm, mirë po menaxhim nuk ka. Se na kemi pas edhe takime të cilat janë konë pjesët e të cilëve kanë qenë edhe televizit vendosje, edhe të LDK-s, kemi pas me shefat e grupit parlamentar të gjitha partive, edhe me shefin e kryeshefin e bifurkacionit, zotëri Jeton Shabanin dhe përgjegjësin që është në Kaçanik, dhe edhe ata në prezencë të gjithëve e kanë pranuar që ka humbje të ujit dikon ndoshta rreth 40%, dhe nëse ka humbje të ujit natyrisht ka probleme edhe me ujë. Okej, ç'është tjetër? Ndërsa pagesën e bojnë qytetarët, po menaxhimin e ka bifurkacioni. Çështje tjetër që është me rëndësi dhe vitale, unë thash vazhdimi i shkollës Ali Aslani në fshatin Dogonaj, për cilën po menojmë edhe na që shumë shpejt ndoshta lidhet kontrata dhe fillon edhe kjo ka qenë dashur tash është nis në vitin 2019, po ka qenë dashur të përfundon në vitin 2022, po mendojmë që ka mu lidh kontrata si vjet dhe me u bën ndërtimi i asaj shkolle, për cilën në zonë se të kanë domethënë realisht më së shumti probleme. Ne problem tjetër që mendojmë me e zgjidh është një strehimore për qend e Ndacak. Me cilën problem nuk është veç Kaçaniku, po janë të gjitha domethënë qytetet e Kosovës, dhe ne e kemi para në programin tonë që ta bëjmë një strehimore për qend e Ndacak, sadopak me evitu rrezikun ndaj fëmijëve dhe ndaj të moshuarve nga qend e Ndacak, dhe shumë projekte të tjera që atë që na kemi parapon në programin tonë, e kemi llogarit gjithë nxënësit që shkojnë në shkollat e mesme, transportin të zakën falas, kemi nda buxhet për këtë, rritje të numrit të bursave do të ketë subvencion për të posalindrit me vlerë nga 200 euro. Dakor se përfunduam minutazhin, zoti Vizhi. Ka shumë projekte të tjera të cilat